Ajo çfarë mund të themi se në lidhje me pretendimet e personit ose persona në fjalë, policia nuk ka një informacion të tillë, nuk e kemi ndonjë informacion se është përdorur forca ndaj ndonjë personi. Megjithatë, në brëmë rreth orës 21 ne kemi pranuar si një informacion se një person ka kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin Renat Mitrovicës. Megjithatë, njësitë tona relevante kanë dalë në vend ngjarjes, mirë po në momentin kur kanë dalë edhe në media dhe ka pretenduar se është rrahur nga policia apo kestratuar, gjithmonë themi sipas pretendimit të tij, ne me njëherë kemi thirrë inspektoratin policor, të cilët nga ai moment në njëherë kanë dalë në vend ngjarjes dhe janë të marrë me rastin. Pra nga ai moment, për këtë rast, inspektorati policor i Kosovës do zhvillon hetimet rreth pretendimeve të palës. Ne kemi operuar do të thotë në atë pjesë, mirë po sa i përket pretendimeve të tina se kanë qenë policia ata që kanë rrahur, ne nuk kemi informacion që policia ka përdorur forcë tek ndonjë person i mençur. Po ne, siç kemi thonë edhe në vazhdimsi, policia pranon vazhdimisht informacione se në lokacione të ndryshme mund gjenden armatim, ne nuk e neglizhojmë ato informacione nga qytetarët që i pranojnë kryesisht në ato pjesë dhe jemi të obliguar të zbatojmë dhe të verifikojmë ato informacione.